Çfarë thonë hetimet e deritanishme për këtë ngjarje të rëndë? Hetimet e deritanishme kanë nxjerrë as pak emra të personave të përfshirë në këtë ngjarje. Viktima është 25 vjeçari Kristi Baluka dhe shokët dhe shofikuar tashmë se autori i kësaj ngjarje është pikërisht 25 vjeçari Kristi Baluka. Këtë person i cili e automjetit tip Volkswagen është shtetasi identifikuar si Renato Çepa. Të dy personat paraprakisht dyshohet se kanë pasur konflikte të mëparshme dhe kjo ka qenë arsyeja se pse 25 vjeçari mëngjesin e sotëm rreth orës 4:10 të mëngjesit ka marrë një sasi të konsiderueshme lëndë të plasëse dhe ka shkuar drejt banesës ku jeton Renato Çepa. Në momentin që 25 vjeçari ka qenë duke vendosur sasinë e lëndës së plasëse, në fundit i ka shkaktuar probleme të shumta shëndetësore dhe menjëherë sapo ka mbërritur në spitalin rajonal të Elbasanit ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të shumta të marra në trup. Pavarësisht ndërhyrjes së mjekove ka qenë e pamundur që 25 vjeçari Kristi Baluka të shpëtohej. Siç e thash dhe pak më sipër, mendohet se një konflikt i mëhershëm mes të dy personave ka çuar në ngjarjen e rëndë të ndodhur mëngjesin e sotëm në lagjen Shënkoll të qytetit të Elbasanit, por se cila ka qenë arsyeja e konfliktit të tyre, kjo mbetet për t'u hetuar nga grupi i hetimit, i cili është ngritur tashmë dhe në bashkëpunim me policinë e Elbasanit po punon për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje të rëndë të ndodhur në lagjen Shënkoll mëngjesin e sotëm në qytetin e Elbasanit. Pra Edisona, autori i cili fatkeqësisht ka mbetur viktimë nuk është i paguar, pra ka konflikt direkt me shënjestrën apo jo? Referuar gjithmonë informacioneve zyrtare të bëra të ditura tashmë nga policia e Elbasanit, nuk rezulton që është i paguar. Mendohet paraprakisht se dy personat kanë pasur konflikte të mëparshme me njëri tjetrin dhe kjo ka qenë shtysa që ka çuar 25 vjeçarin Kristi Baluka të vendosë sasinë e tritolit në automjetin e parkuar përpara banesës së Renato Çepës. Deri më tani që janë duke vijuar hetimet, kjo mbetet e konfirmuar edhe nga autoritetet e Elbasanit, por që padyshim që hetimet janë duke u zhvilluar në drejtimin e prokurorisë së Elbasanit, e cila tashmë ka caktuar edhe prokurorin i cili do të ndjeki dhe më tej do të zbardhë këtë ngjarje të rëndë e cila tronditi qytetin e Elbasanit mëngjesin e sotëm. Unë të falenderoj Edisona për raportimin e drejt për drejt.